Në Shqipëri, rreth 450 familje në zonën malore të Dukagjinit, në bashkinë e Shkodrës, kanë mbetur të izoluar prej 5 ditësh për shkak të bllokimit të rrugës automobilistike nga Bora. Jetesa e banorëve është vështirësuar edhe për shkak të ndërprerjes në disa fshatra të energjisë elektrike. Korrespondenti ynë Plum Sulo shkoi sot drejt kësaj zone për të parë situatën. Mes shumë zonave malore në veri të Shqipërisë të izoluara ditët fundit nga Dobora dhe Ngrisat, është edhe ajo e Dukagjinit në bashkinë e Shkodrës. Në këtë zonë gjendet edhe pika turistike malore e Thetit, një nga më të frekuentuarat vitet e fundit nga turistët. Këtu në vendin e quajtur Kolibogës, rreth 5 km nga qafa të Thores, që shkon drejt pikës turistike të Thethit, ndërpritet rruga automobilistike për shkak se ajo është bërë e pakalueshme nga rreshjet e Borës. Një mjet i ushtrisë ka arritur deri këtu duke hapur rrugën, por përtej rruga është krejtësisht e pakalueshme. Mjeti i rënd i ushtrisë i ardhur në ndihmë të emergjencave civile ka mbetur prej 2 ditësh në mes të rrugës për shkak të një defekti, duke bllokuar edhe ky aksin rrugor drejt Dukagjinit. Këshilltari bashkiak Mark Rupa thosë se për shkak të bllokimit të rrugës automobilistike, disa qindra familje mbeten të bllokuara në fshatrat e Dukagjinit. Është pa tolerueshme që një zonë turistike si Thethi, me 10 hotele që punojnë dhe që kanë pasur edhe pronotime nga turistët të mbesin e bllokuar për 60 cm borë që ka rënë. Gjithashtu është e papranueshme që edhe 450 familje të Dukagjinit të ngelin të bllokuara për një sasi bore që nuk është ekstreme. Pra, këtu ekstremiteti është kur kalon 1 metër dëbor, por realiteti është ndryshe. Ajo që unë gjej rastin të bëj apel është që të jepet seriozitet, të vihen mjetet në punë, të ketë persona që e ndjekin zhbllokimin e rrugës dhe rrugët më të hapur. Nuk mund të kemi zhvillim alpesh nëse nuk kemi të paktën pritshmëri edhe gjatë dimrit. Banorët e Thethit shprehin shqetësim për ndërprerjen e punës për hapjen e rrugës automobilistike që shkon drejt 3 njësive administrative të Dukagjinit, pasi siç thonë ata, çdo ditë që kalon vështirëson edhe më shumë gjendjen e familjeve të izoluara. Situata në Dukagjin është jashtë kontrollit bor, ka bajagi rreth 1 metër bor, pa energji elektrike gati një javë, si është pa energji elektrike, ka edhe emergjenca shëndetësore, probleme nga më të ndryshmet. Por pastrusja po shohim si ka bllokuar rrugën këtu, lënë mos se nuk punohet fare, por ka bllokuar rrugën. Kjo makineria shumë e madhe, kjo duhet me punue. Pse neglizhohet? Vetë drejtori i emergjenca ka dalë tolle për borë për tufan, ka dalë ka asistuar me qitë të mjetë, këta neglizhojnë ta shoferat, ase kush neglizhon të punë. Iriu Nartpolia është punojës i zonës së mbrojtur të Thethit. Ai thotë se vetëm hapja rrugës automobilistike mund të ndihmojë banorët e zonës së Dukagjinit, që aktualisht gjenden në kushte shumë të vështira për jetesën. Atje në Theth nuk arritet sot, as me helikopter pothuajse, sepse edhe ata kanë vështirësitë e veta se ka erë, ka gjëra. Kështu që një rrugë që është një aks prej 10 kilometrash, akoma e bllokuar prej Borës. Është tërp me thon kuj, po që realiteti është kë. Për 30 cm borë këtu jenat metonin bog. Unë dola për inspektim sepse punoj edhe tek zonat e mbrojtura, jam inspektori i parkut Thethit, por është tërp t'ja thom kuj pse me kanë kaq e neglizhuar puna. Ndërkohë që rruga vazhdon të jetë e pakalueshme, situata në fshatrat e Dukagjinit vështirësohet edhe më tej. Një pjesë e Dukagjinit është edhe pa drita, ka 6 ditë pa drita. Pra përveç se nuk shkon në shkollë, përveç se nuk ka akses në spitale, ka dhe mungesë të energjisë elektrike. Unë gjej rastin që nga kjo pikë të besirje të gjithë institucioneve që kanë mundësi të kontribojnë diçka, që të vinë në ndihmës të banorëve të Dukagjinit. 4 ditë më parë, aksi rrugor që shkon drejt zonës së Dukagjinit u inspektua edhe nga drejtori i përgjithshëm i emergjencave civile, i cili u shpreh me tone kritike ndaj punës së kompanive të kontraktuara nga qeveria për mirëmbajtjen e rrugëve, për të cilat ai kërkoi nisjen e hetimeve nga ana prokurorisë. Por megjithëse prej 4 ditësh për hapjen e këtij aksi rrugor kanë ardhur në ndihmë edhe 2 mjete borpastruese të emergjencave civile dhe të ushtrisë, rruga drejt Dukagjinit vazhdon edhe sot e kësaj dite të jetë e pakalueshme. Për zërin e Amerikës nga rruga e Dukagjinit, Plum Sulo.